shqipimet që parashikohen me projekte. Po për naftën çfarë dihet? Janë bërë shpime, kërkime për naftë aty? Grekët thonë që ka studime konkrete. Aty ka qenë ngritur një sond. Në Zvërënec ka patur sonda, në zonën e naftës aty rreth rrotull ka patur, po u bë dhe një sondazh në Sazan. U bë një shpim në gjirin këtej nga që është përballë Vlorës, në një vend të përshtatshëm. Aty u ngrit një sond, punoi një kohë të gjatë dhe si përfundim aty nuk u dhanë rezultate. U thanë që nuk ka gjë. Domethënë, ideja është që nuk u diktua naftë. Natyrisht, studimi ka patur qëllim që të shikoj kaska, të bëhet analiza e gjithë shtresave që kanë shenja për karburante apo jo, e tjera. Kjo është pjesë e studimit të Institutit të Naftës të asaj kohe. Dhe pavarësisht nga ajo që thuhesh dhe publikohesh, asnjëri nuk e di sepse nëse ka të dhëna të caktuara, ato janë mbyllur në dosje sekrete të asaj kohe dhe nuk publikoheshin. Kur t'i vinte koha, ato shfrytëzoheshin. Por të dhëna konkrete që këtu ka naftë e tjerë nuk janë publikuar. Mund të jenë në dokumentat sekrete të shtetit. Nëse do jetë investimi, po, se ndërpreva. Po. Nëse do ndodhë investimi, ka, ashtu sikur e thatë edhe ju pak më lart, nëse do krijoj një siguri, duke qenë se është si port aty për në mesedhe, edhe për gjithë pjesën pastaj shqiptare, jemi në mbrojtur pra në mbrojtjen amerikane, sepse një investim i tillë mund ta shpëtojë në financiar por dhe sigurisht. Duke qenë një investim amerikan, nuk do merret njeri që të bëj, si të thuash, veprime të papërshtatshme lidhur me këtë investim. Plus që parashikohet të vinë dhe disa investitorë nga Katari apo vendet e tjera arabe, të cilët janë me autoritet ndërkombëtar dhe nuk mund të merren dot këta shergjik që krijojnë insinuata në çdo vend e në çdo ashtu. Prandaj ky hyn në atë ligjin e veçantë për investim strategjik. Edhe nuk do guxoj asnjë politikan të bëjë gam lart e poshtë lidhur me këtë, sepse është një investim i jashtëzakonshëm. Nuk mund të merret njeri tani me Ivanka Trump. Pra as grekët nuk mund merren me këtë. Po, ata grekët merren me këta çerrëtantë që i kanë shërbëtorë dhe i lëshojnë atje si ata zarët për të lehur lart e poshtë. Po aty nuk janë banë asnjëri që ndërhyjnë në këto punë. Prandaj kjo është ideja që një investim i madh, i rëndësishëm, i fuqishëm, luksoz, elitar në Shqipëri u mbyll rrugën ndërhyrjeve të veprimeve cingune, të vogla, të jetës së përditshme shqiptare dhe ballkanike. Zotja Abilaj, më zbuluat shumë të pathëna për Sazanin, edhe më kryesorja ishte edhe hotelit të lundrues që nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, por as nuk e kisha dëgjuar në këto kohë. Fati i secilit ndoshta tani që mund ta dëgjojnë, mund të shpejtojnë për ta kthyer. Ndoshta, po ajo kompania hungareze, që unë kam pa respekt për ta se ishin njerëz shumë serioz, pa çuar parat me gjithë kamatat e tjera si pas rregullave financiare e kontratave që janë bërë, ajo sa lëshon. Pra, atje më duket ka ngelur në atë kohë, mbas 97-s ngelen rreth $1 milion për të shlyer për punimet atje. Dhe ajo shumë mund të ketë $2-3 milion tani. Ajo do paguhet dhe nëse shteti e merr atë në rrugë të rregullt e ligjore, jo me këto mafiozllëqet e vogla që kanë qenë me qindra, që janë paraqitur atje, kanë vajtur njerëz këteja, bile dhe politikanë kanë vajtur, i kanë bërë presion atje, po i ka përzënë ai kështu duke i kërcënuar edhe kanë ikur me vrap. Ai presidenti i kompanisë aty. Dhe nëse
krijohen kushtet, ai vapor vjen, ai është pronë e popullit shqiptar. Lekët janë këtu, populli shqiptar që kanë vajtur për atë. Ajo është një diçka e krejtë e veçantë që i shtohet pjesës së investimit. Ai do ketë rolin e vet sepse me një rime operator ai mund të lëvizë, të shkojnë pa shaliment, shkojnë të vejnë në Durrës, të vejnë në Ancona apo tjerë të lëviz, është hotel dhe kazino lundruese. E ka bërë perandori Car Nikola II për shefin e vet atë, për familjen e vet, aristokracinë e perandorisë ruse. Nuk e ka bërë për katunarët të shqiptarë që duan ta marrin kështu shpejt e shpejt në dorë. Dhe për ta mbajtur atë në fund duhet një investim i madh. Atë parashikojnë që qinte ca veta vetëm në mbajtjen e shërbimin e vaporit. Zoti Abilaj, ai me dhoma luksoze, me salla, me të gjitha brenda që mund të rrinë disa qindra vet, vinë të merren, të kalojnë kohën në këtë hotel kazino. Faleminderit shumë zoti Abilaj, do të kalojmë tek biznesi luftës tani, tek armatimet, industria. Ne kemi folur edhe herë tjetër, hapat duket sikur nuk janë shumë të shpejtë drejt asaj që pritej, që të kishim edhe prodhimet e para shumë shpejt. Industria me ingranazhet po lëvizin shumë avash, ndërkohë që janë parashikuar shumë njerëz tjerë, po përfundimi është pothuajse zero. Nuk ka deri tani asnjë gjë konkrete në këtë drejtim. Kemi diskutuar edhe herë të tjera lidhur me këtë fushat për ringritjen e industrisë shtrakaj, prodhimin e disa lloje armatimesh për interesat e NATO-s edhe për interesat tona dhe nuk është realizuar konkretisht asgjë. E fundit që vizita e ministrit tonë në Itali, ku u lidhen më duket 16 marrëveshje të përgjithshme, nga të cilët 8 ishin për industrinë ushtarake në Itali. Po ashtu me Izraelin kemi pasur. Me Izraelin u lidh një marrëveshje paraprake për prodhimin e sistemit obuz për NATO-n 155 mm, për të cilën ne kemi folur. A kemi sqaruar me detaje madje. Sistemi Elbit i prodhimit të kësaj që me një kosto, një grup prej 12 copësh koston rreth $5 milion, është një nga armët më të fuqishme që pretendon të ketë NATO. Ata kanë ca tipat më të vjetër, tani vjen një tip më i avancuar. Dhe u ra dakord me të gjithë, u ra edhe me sistemin financiar që do mbështeste këtë kompani Ashra, një kompani izraelite që menaxhon financimin e kompanive të ndryshme që punojnë në fushën e armative, prodhimit armativ. Dhe u bë marrëveshja paraprake, por akoma ka ngelur pezu. Nuk është publikuar asnjë gjë se çfarë do bëhet. Dhe në marrëveshjen me Izraelin u parashikuan edhe përgatitja e dronave. Bile dronat mund të fillojnë pak më shpejt në mënyrë që në forumin e NATO-s që do bëhet në vitin që vjen, 2027, forumi do të mbrohet nga sistemi i dronave të prodhimit shqiptar. Vështirë duket shumë. Dronat mund të prodhojnë, nuk ajo uzina e pamshme që kemi ne e ish aviacionit nuk u çon, nuk i ka problem. Natyrisht ajo do specialistët, organizimi dhe fondet financiare për ta filluar këtë punë. Tani dronet janë të tipeve të ndryshme, se ata fillojnë nga lodrat e kalamajve, që lëshojnë dronan duke lozur në rrugë, e deri tek dronat që komandohen me satelit. Varet që ne do prodhojmë ata drona që na duhen neve për vëzhgim të ambientit, vëzhgim policor dhe menaxhim të problemeve të mbrojtjes që dalin në këtë drejtim. Dhe ndoshta deri në 2027 më them se kjo mund të zgjidhet. Natyrisht me këmbguljen e NATO-s, sepse këtu, përveç që politika jon ka shumë defekte, në shumë probleme, qoftë ekonomike, qoftë aq më tepër për këto probleme ushtarake, por është dhe një konkurrencë shumë e madhe e lobeve të prodhimit të armëve.
në Evropë, në botë, në Ballkan, që është vështirë ta thyesh të konkurrencë. E vetmja mënyrë për të thyer këtë konkurrencë është marrëveshja me kompani që i prodhojnë, që të vinë i prodhojnë këtu sepse këtu u kostojnë më lirë. Energji elektrike është më lirë, taksat më të lira, etj. Dhe nëse në Francë një automatik koston $1.000, këtu koston $300-400, maksimumi $500. Po fitimi është shumë herë më i madh në armatim se sa të prodhosh domate. Se një automatik në tregun evropian që i marrin ushtrit është €2.000. Këtu në Shqipëri do kostoj €500 dhe llogaritet i çfarë fitimi ka. Prandaj industria e armatimit është shumë e zhvilluar në botë dhe janë lobe të fuqishme. Bile dhe në Amerikë janë lobe të fuqishme të armatimit, ndikojnë në Senat dhe në Kongres. Edhe për vendimet për konfliktet. Po pra. Dhe kështu natyrisht këtu ndërhyjnë këta komshit tanë që janë gjithë një kanë ndërhyrë e do ndërhyjnë, sepse kanë ata spionët e tyre thjesht në politikën tonë që zvarisin, pengojnë etj. Dhe ardhja një kompanie izraelite që të investojnë në Shqipëri në fushën e armatimit ngjall një xhelozi të madhe, sidomos me grekët. Grekët nuk e pranojnë Izraelin të ngulë këmbë në Ballkan. Në Shqipëri jo, por në gjithë Ballkanin nuk e lejojnë, domethënë bëhen presione të tilla. Dhe ndoshta marrëveshjet që janë lidhur tani që ne KPR nuk i dim me Izraelin kur ishte kryeministi para ca vitesh në Izrael, marrëveshje të cilat më vonë ndoshta do të bëhen të dukshme dhe të qarta, mund të shpejtojnë këtë veprimin e ringritjes së industrisë ushtarake. Ata pala izraelite është gati. Domethënë që në marrëveshjet e para ata ishin plotësisht dakord për të ardhur, për të organizuar një shpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, me kompaninë Kajo që është kompania përfaqësuese e industrisë ushtarake dhe të fillojë natyrisht ajo do kohën e vet, por shpuna që të fillojë. Se fillimi është gjysma e punës. Po ndërkohë Kosova është lidhur me Turqit, por atje doli sikur u prodhua një dron shpejt e shpejt. Ato janë, si të thuash, thashe theme të mediave lart e poshtë. Një person individual nuk mund të prodhojë një dron për qëllime ushtarake të mbrojtjes etj. Mund të bëjë një dron për lodra apo për gjëra të vogla për të dalë për të bërë një fotografi, nuk është ndonjë problem. Bile disa drona i bëjnë kështu, i mbajnë me një kabël të lidhur edhe komandojnë atë që nga toka që fotografoj të filmoj. Këto mund të bëhen. Po në radhë të parë të ndërtosh dron duhet të kesh një licencë të caktuar. Dhe licenca jepet me ligj. Në Kosovë nuk ka ligj për prodhim dronash. Edhe këto janë thjesht thashe theme ose tentativa të amatorëve që duan të duken atë bëjnë një gjë, po është gjë për mua pa bukë, gjë pa rezultat. Se nuk është ndonjë problem të vesh në Kinë të prodhosh një dron. Atje gjen një kompani kineze e ta bën një dron ai, e ngre, fotografon, e bën sa gjëra, po nuk është ndonjë kush e di se çfarë. Sepse Kina mund të ketë dëshirë të vinë në Shqipëri dhe në Kosovë të bëj ngrër drona etj, por duhet ligj. Nëse vepron pa ligj, atëre bën veprime të kundërligjshme, kaq duhet ta kuptojnë ata. Veprimi i kundërligjshëm do të vë përballë ligjit nesër pas nesër. Kështu që kinezët janë gjendje të prodhojnë lloj dronash, mund t'i shesin, ata shesin gjithë botën, nuk është problem fare. Por ata i prodhojnë me plan, me ligj, me të gjitha dhe me kontrata serioze. Edhe po të duash dhe ti mund të lidhësh kontratë atje ta marrësh, por duhet të kesh legjislacionin në vend që merr i përton, sepse një dron tani ashtu siç është përhapur përdorimi i tyre, përfundon në duart të mafjes, në duart të krimit të organizuar dhe sjell probleme të tjera të pa kontrolluara. I sjell vendit probleme të tjera. Kështu që nuk, ato janë iniciativa, mund të jenë edhe thjesht reklama e tjera për të
për të thënë që e bëm një dron, sepse do linjën e vet ai, do sistemin, do inxhinierët, do ashtu nuk mund ta bëj një amator. Ai mund të bëj një, do thash, një dron për lodra. Zotja Bilek, po. Jo, se ju ndërpreva. Po. Doja t'ju pyesja edhe për diçka të fundit, vim nga vim edhe tek NATO, tek Aleanca, po nëse OKB-ja është drejt fundit e po krijohet bordi i paqes, ndoshta edhe NATO është çik në rrezik për shkak të Groenlandës, edhe ne kemi folur edhe herë tjetër për forcimin e Aleanca 2-3 paqe, siç kemi rastin me Kosovën, Kroacinë, ndërkohë që pak ditë më parë ministri deklaroi pra Piro Vengu që kishte ftuar edhe Serbinë në këtë aleancë. Nuk e di a ju bën çudi juve kjo, sepse është një soi ishte Ballkani i hapur atëherë që në biznes nuk u fut Kosova, pse duhet futet këtu? Se po u fut Serbia, atëherë ndaj kujt po mbrohet Kosova ose Kroacia ose Shqipëria. Pra, këto lëvizjet e fundit rrezikon NATO dhe ku duhet mbështetemi? NATO, ne kemi folë dhe herë të tjera, është mekanizmi i ekuilibrave ushtarak dhe politik kryesisht për Evropën. U ngrit në bazë të historisë që në vitin 1949, duke u përballur me antipodin që ishte Traktati i Varshavës, eliminimi i Traktatit të Varshavës e nxori të vetme NATO-n në Evropë. Qëllimi i NATO-s është mbrojtja e Evropës. Se Amerika s'ka nevojë të mbrohet vetë. Nëse i heq NATO-n, Amerika mbrohet për bukuri vetë, nuk ka nevojë për këta vendet evropiane. NATO siguron mbrojtjen e Evropës. Dhe NATO i duhet Evropës. Pavarësisht nga problemet që ka sot, realisht ndërmjet antarëve të NATO-s dhe përplasje ndërmjet Amerikës dhe vendeve anëtare të NATO-s. Evropa nuk bën dot pa NATO. Evropa është lakur, është degraduar në sistemin e vet të mbrojtjes dhe të organizimit të përgjithshëm dhe deri tani është mbajtur nga tutela amerikane. Amerikanët kanë dhënë pothuajse 50% të buxhetit për NATO-n deri tani. Me sa diun ka qenë rreth $1 trilion mbajtja në këmbë e NATO-s, nga të cilat 50% i ka vënë gjithnjë, i ka vënë Amerika. Tani, presidenti Trump, duke I rënë lapsit ekonomik, i thonë, doni të mbroheni, paguani dhe